Shqipëria ka marrë një vlerësim në sektorin energjetik. World Economic Forum ka bërë një listim të shteteve bazuar në 3 komponent kryesor, që janë siguria energjetike, cilësia dhe qëndrueshmëria, dhe ka vlerësuar Shqipërinë në vend të parë sa i përket qëndrueshmërisë energjetike. Lajmin e ka bërë publik kryeministri Edi Rama në rrjetet sociale. Ky vlerësim nga forumi prestigjioz ekonomik e rendit Shqipërinë në krye të listës për këtë komponent, duke lënë pas edhe vende të zhvilluara si Suedia, Franca apo Zvicra. Ministri e Energjisë Belinda Balluku e ka cilësuar këtë listim si një fryt të politikave të qeverisë. Ajo shkruan se vlerësime të tilla janë motivim për të vijuar me përpjekjet e reja të nisura në këtë sektor dhe për ta bërë Shqipërinë një pol energjetik. Një sër projektesh energjetike kanë marrë siç janë parku fotovoltaik i Karavastas, ai i Spitallës, si dhe investimet në energjinë e erës. Objektivi i qeverisë është që në 2030 Shqipëria të kthehet në një vend eksportues neto, duke qenë një pikë strategjike për sektorin energjetik.